Kinemaja aty ku dikur dëgjoheshin dorëtrokitjet, shfaqeshin filma dhe zhvilloheshin aktivitete kulturore, sot mizotrojnë heshtja, ferrat dhe mbeturinat. Në qendër të sektorit Çerm, godina e ish kinemas e ndërtuar para viteve 90 me një arkitekturë të veçantë për kohën, ishte një nga pikat më të rëndësishme të jetës kulturore të zonës. Çdo fundjavë banorët mblidheshin për të ndjekur filma, shfaqje artistike dhe aktivitete të organizuara nga qendrat kulturore. Pas viteve 90, si shumë objekte të ngjashme në të gjithë vendin, edhe kjo godinë humbi funksionin e saj. Disa qendra kulture u privatizuan, të tjerat u shembën për të subvencuar me ndërtime të reja, ndërsa ish kinemaja e Çermës mbeti në harres. Sot ajo është mbuluar nga ferrat, mbushur me mbeturina dhe e kthyer në një vatër ndotjeje. Në ditët e nxehta të verës, era e rënd që vjen nga mbeturinat e grumbulluara prej vitesh, shqetëson familjet që jetojnë pranë saj. Godina është kthyer edhe në strep brenda cakët, duke krijuar pasiguri dhe një pamje as pak dinjitoze në qendër të njësisë administrative Tërbuf. Edhe nëse objekti është në pronësi private, kjo nuk duhet të justifikojë gjendjen alarmante në të cilën ndodhet. Një ndërtesë në zemër të komunitetit nuk mund të lihet e mbuluar nga ferrat dhe mbeturinat, duke e kthyer në burim ndotje dhe shqetësim për banorët. Banorët kërkojnë ndërhyrjen e institucioneve përgjegjëse, Bashkisë Divjak dhe Njësisë Administrative Tërbuf për pastrimin e menjëhershëm të ambientit dhe marrjen e masave që kjo godinë, dikur simbol i jetës kulturore të zonës, të mos mbetet më peng i harresës. Një objekt që dikur i shërbente kulturës, sot kërkon vetëm një gjë, t'i rikthehej dinjiteti i munguar.